problemet me marramendje, mund të jenë sinjale të cilat duhet ta dërgojnë atë person tek mjeku, jo vetëm 25 vjeçar, pra mos krijohet një ide që vetëm 25-30 vjeçar mund të jenë, por mund të jetë edhe 50 vjeçar. Në raste më të rralla, zakonisht 20 deri në 40 është mosha mesatare. Pacientët në Kosovë diagnostikohen mesatarisht në moshën 30 vjeçare, që është një 2-3 vjet ma ulët se sa mesatarja evropiane. A vinë me vonë, a i preken me vonë? Mendoj që viteve të fundit nuk vinë me vonë, vinë në kohë, kur manifestohet simptoma. Kështu që dua të them që jemi në mesatarin evropiane. Pra ne gjithë Evropa në 31, 2, 3 diagnostikon mesatarisht sklerozë multiple dhe ne jemi të 30-shi. Kështu që nuk kemi vonesë sa i përket diagnostikimit në këtë aspekt. Por ky diapazon mund të shtrihet edhe deri te mosha pediatrike në raste të rralla, edhe deri tek moshat më të mëdha, moshat të mesme, që mund të jetë 50